Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve orës 19:30. Nisi me lajmin e parë, po vazhdon në rinumërimi i votave i zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të përshpejtuar këtë proces ka shtuar numrin e ekipeve numëruese për 6 më shumë. Nga ky institucion gjatë ditës njoftuan se deri ku ka mbritur ky proces. Rinumrimi vazhdon për këtë herë me ritëm më të shpejt. Të shtunën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për të rritur kapacitetet e punës në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Nga 20 tavolina sa ishin në funksion, tashmë procesi po zhvillohet në më shumë pika pune. Të shtunën në qendrën e numërimit dhe rezultateve janë shtuar edhe 6 tavolina punuese, të cilat sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të ndihmojnë në përshpejtimin e procesit të rinumërimit të fletvotimeve. Sipas të dhënave të orës 16 nga KQZ, u konfirmua se brenda QNR-s deri në këtë pikë të ditës janë rinumëruar 382 nga 914 vendvotime. Nga fillimi i këtij procesi e martë 13 janar 2026 ora 18 dhe deri me tani e shtunë 17 janar 2026 ora 16 janë rinumëruar 382 nga 914 vendvotime, të cilat u takojnë komunave Deçan, Gjakov, Gjilan, Dragash, Istok, Kaçanik, Klin, Fushkosov, Kamenic, Mitrovic e Jugut, Leposaveç, Lipjan, Novobërd, Obiliç, Rahovec, Pej, Podujev, Prishtinë dhe Prizren. Sipas të dhënave deri më tani procesi i rinumërimit është përmbyllur në 19 komuna, ndërkohë gjatë pjesës tjetër të ditës të tjera komuna sipas radhës do të përfshihen në këtë proces. Rinumërimi i votave po sjell ndryshime mjaft të dukshme të numrit të votave për shumë kandidatë nga gjitha partitë politike. E dikujt ju hoqën rreth 3000 vota, bëhet fjalë për kandidatin e PDK-s nga komuna e Prizrenit. Procesi i rinumërimit të fletvotimeve nxori në pa disa parregullsi. Manipulimi me vota po del të jetë real për shumicën e partive pjesëmarrëse në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Shifrat me votat të kandidatëve për deputet po ndryshojnë çdo ditë që prej nisjes së kësaj procedure. Dikush në plus, të tjerë rezultojnë me më pak vota se që kishin marrë fillimisht. Në Partinë Demokratike të Kosovës, kandidati Feta Paqarizi deri në ora 15 të së shtunës ka humbur thuajse 3000 vota nga numërimi fillestar. Nait Hasani po ashtu rezulton me 1427 vota më pak, ndërsa rinumërimi ka qenë po aq bujar edhe me Xhavet Halitin, Arjanit Çollakun dhe Enver Hoxhajin, të cilët në vazhdimsi po shohin shifrat e tyre të zbresin. As Lidhja Demokratike e Kosovës nuk i shpëtoi këtij fenomeni. Kandidati Xhavet Uka humbi 634 vota, Visar Azemi 219, ndërsa Dritan Selmanaj gati 500. Në lëvizjen vetëvendosje rinumërimi dha rezultate të ngjashme. Dafina Alishani me 283 vota më pak, Vendenis Lahu 248 dhe Ejop Maqedonci 223. Më pak dramatike ishte situata tek Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Besnik Krasniqi e Tringa Morina humbën mbi 100 vota, ndërsa Edmond Hoxha e Pal Lekaj patën ndryshime modeste. Rekordin për stabilitet e mban Nisma Social-Demokrate, Halil Morina me -38 vota, Simon Veseli 36 dhe Fatmir Gërdellaj 33 më pak. Derisa certifikimi i rezultateve po vonohet për shkak të procesit të rinumërimit, ka nisur të përmendet rëndësia formimit të shpejtë të institucioneve. Ky apel po bëhet nga ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Westerlund. Shumë punë su kryen si shkak i mungesës së institucioneve. Kjo është arsyeja kryesore pse procedurat nga formimi i qeverisë duhet të fillojnë sa më shpejt edhe sipas ambasadorit të Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund. Westerlund thotë se nuk duhet të anashkalohet as ideja e një qeverie të koalicionit. Natyrisht, nuk kam asnjë mendim se cila qeveri apo cili subjekt politik do të fitoj. Është gjithmonë mirë të kemi një qeveri stabile, qoftë ajo një qeveri koalicioni apo një qeveri e vetme. Duhet të miratohet buxheti, duhet të miratohet një sër kredish nga banka botërore. Duhet të ecim përpara sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Sa i përket situatës që gjendet Kosova, Westerland e sheh vitin 2026 me potencial të mirë për vendin. If you're referring to the parliamentarian situation, Nëse flasim për situatën parlamentare, mund të argumentohet se vrulli është humbur prej kohësh, por le të fokusohet te viti 2026. Zgjedhjet janë mbajtur, së shpejti do të kemi një qeveri të re dhe ka shumë çështje që duhet të zgjidhur, veçanërisht sa i përket vendeve të punës, pensioneve dhe mirëqenies sociale. Për këtë arsye besoj se viti 2026 do të jetë vit i mirë. Ambasadori suedez e shet rëndësishme dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura si ajo e Brukselit dhe aneksin e Ohrit. I think the future Kosovo is very bright when it comes to... Mendoj se ardhmja e Kosovës është shumë e ndritshme, si në aspektin e punësimit dhe zhvillimit të kompanive, ashtu edhe në lidhje me dialogun e normalizimit. Dialogu ka qenë e vazhdim që nga viti 2011. Kemi mbi 90 marrëveshje, përfshirë marrëveshjen e Brukselit të shkurtit 2023 dhe aneksin e Ohrit. Këto marrëveshje duhet të zbatohen. Ambasadori suedez përmendi edhe miratimin e buxhetit dhe kredive nga banka botërore, ndërsa shet të domosdoshëm edhe ecjen përpara me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. E njohës të proceseve politike kanë deklaruar se zgjedhja e institucioneve dhe më presidentit në këtë rast kërkon edhe kompromise. Procesi i zgjedhjes së presidentit apo presidentes së re do të jetë jashtëzakonisht i komplikuar, sepse ka shumë copëza të mozaikut që do duhet që të përputhen, që të aranzhohen në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje adekuate. Presidentja Osmani tashmë ka shpallur kandidaturën për një post edhe për një mandat të ri, mirë po ideja është se çdo gjë do të varet nga zoti Kurti. Aktualisht kemi vish një kandidatë të vetë ofruar për këtë pozicion, presidentën aktuale, me pretendimet e saj që vazhdimi i mandatit të dytë është edhe në interes të Kosovës dhe është disponim qytetar, do thotë disponim publik që ajo ta vazhdoj funksionin e presidentes edhe për një mandat 5 vjeçar. Aktualisht janë të paqarta qëndrimet e subjekteve politike, nga se partia fituese e zgjedhjeve, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, lideri i saj Albin Kurti, nuk i ka i ka lënë të hapura të dy opsionet. E para se do të diskutoj si me presidenten aktuale, duke mos qenë shumë i vendosur se ajo është kandidatja e këtij subjekti politik, dhe në njëjtën kohë po ashtu do të bisedoj edhe me subjektet opozitare në kërkim të një figure konsensuale. E krerët më të lartë të institucioneve në vend kanë nderuar dhe kujtuar sot veprimtarët Jusufe Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka, të cilët u vranë 44 vite më parë në Gjermani. Një zëri ata e lartësuan veprën e tyre. 17 janari sjell në kujtesë një ditë humbjeje të madhe për Kosovën. Figurat kyçe të rezistencës politike kundër regjimit jugoslav, vëllezërit Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka, u vranë në këtë datë të vitit 1982 në një atentat në Gjermani. 44 vite më pas, 3 veprimtarët kujtohen e nderohen, e vlerësohen ndër figurat më emblematike të përpjekjes për liri. Tek vari i tyre në Dubovik të Deçanit, ndër të pare gjatë së shtunës, u pa e bija Jusufit, Donika Gërvalla. Asaj u bashkangjetën për omazhe edhe presidenti Vjosa Osmani e kryeministri në detyrë Albin Kurti. Osmani tha se këto personalitete treguan se Kosovën e dëshon më shumë se veten, duke rrezikuar gjithçka për lirinë e vendit. Ata u shndruan në zërin e një populli të robruar dhe në kohë shumë të rënda rrezikuan gjithçka dhe u shndruan në flakadan të lirisë sonë. Ishte pikrisht sakrifica e tyre që e trasoi rrugën përpara të popullit ton në mënyrë që ne sot ta gëzojmë këtë shtet për të cilin ata dhanë gjithçka. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se këto personalitete dëshmojnë se edhe para luftës shqiptarët në Jugosllavi e Serbi nuk kishin paqe. Sot ne bëjmë ndërime duke kujtuar se si edhe para suprimimit të autonomisë, gjatë gjithë kohës kemi pasur patriot të jashtëzakonshëm, veprimtar të paepur, të cilët u fliuan duke sakrifikuar gjithçka për shtetin dhe lirinë të cilët i kemi dhe i gëzojmë sot. Në fshatin Dubovik tek varrezat për omazhe të shtunën shkoi edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj.
Veprimtarët e shuar të çështjes kombëtare në 44 vjetorin e rënies së tyre, Haradinaj i cilësoi si figurat më të hershme dhe më të rëndësishme të lëvizjes për liri dhe pavarësi. Përveç se një veprimtar, Jusuf Gërvalla kujtohet edhe si një intelektual i rrallë, ai ishte edhe një poet e këngëtar. Përveç veprës së tij artistike, ndër vite janë zbardhur edhe letrat që ai kishte dërguar në Nësajshe, por edhe komunikimet që mbante me Tiranën zyrtare pak vite para atentatit që ja mori jetën atij, vëllaut dhe shokut e tij. Vetmin që ndjente largat dheut, e mallin që kishte për nënën, e kishte shkrirë në këngë. Të lutëm jeto, me shpresa o nëna, se dikush një ditë do prokloj. Do të kthehemi, thoshte në Nësajshe përmes kësaj perle muzikore. Kurse në një letër që ja kishte dërguar nga mërgimi, Jusuf Gërvalla ja kujtonte asaj edhe këshillin jetësore që ja kishte dhënë dikur, që rruga e nderit është më zorshmja, por më e mira dhe e vetmja rrugë për njeriu. Në Dubovik të Deçanit ku e priste Ema, ai do të kthehej, por jo në shtëpinë ku ajo e rriti. Bashk me vëllajin Bardhoshin u kthyen në Arkivole, pas një atentati mizor që u amori jetën atyre dhe shokut të tyre, Kadri Zekës. Në ditën e atësart të 17 janarit të vitit 1982, në një qytet të Gjermanisë, bura u përgjak pas vrasjes së tyre, derisa po delin me vetur nga garazha. Autorët e krimit mbeten të panjohur, por jo edhe rrethanat e vrasjes. 12 plumba u shkrepen mbi ta. E raportet e kohës thonë se Jusufi në momentet e fundit të jetës, policisë i kishte thënë se është një krem i UDB-s serbe. Shërbimit famkeq shtypte, burgoste e maltretonte shqiptarët, që bastiste, terrorizante familjes shqiptare e që përpiqej të eliminonte çdo celulë të rezistencës. Të njëjtit që janë ndaluan Jusufit botimin e krimeve të tij, duke e cilësuar ekstremistë që shfaq hapur ndjenjat e mendimet për vendin e tij, siç tregojnë dokumente nga arkivat e kohës. Krejt këto përpjekje të shërbimit sekret serb, në komunikimet të zbardhura shumë vite më vonë të Jusuf Gërvallës me Tiranën zyrtare, veprimtari i quante përpjekje për të korrur edhe një brez intelektualesh. Përmes tyre informante pushtetin e Shqipëri për terrorin që po i bëj popullit të Kosovës, e trajtimin shnjërzor të burgosurve shqiptar në Jugosllavi. Regjimi kriminal i kohës, veprimtarinë e Jusufit, vëllait e tij Bardhoshit e shokut të tyre Kadreut, arritën ta ndalnin vetëm duke i eliminuar fizikisht. Shtypi ndërkombëtar i kohës pas vrasjes i cilësonte veprimtar kundër qeverisë së Beogradit. Jusuf e Bardhosh Gërvalla dhe Kadri Zeka ishin shëmbëltyrë e angazhimit dhe dinitetit kombëtar. Ishin personifikimi me i qartë i qendresës së guximit, i dijes dhe veprimit. Ata ishin tre, të tre ranë, por mira u ngreten. Atëherë e përherë, ata mbeten në histori, por u shndruan përjetësisht në frymëzim për të ardhmen e cila erdhi mund siç e deshen. E një veprimtar që jeton kreu i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, është kërcënuar në rrjetet sociale. Kjo për shkak se ai paralajmëroi një protestë nëse kërkesat e veteranëve nuk adresohen. Përkundër kësaj, institucionet ende nuk kanë reaguar. Kjo është kërcënimi që erdhe. Me këtë adresë thuaj se do t'i kërkohej llogaridhënie. Me të tilla komente kërcënuese e akuzuese u përballë së fundi kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati. Ai thotë se krejt këtu i erdhën pasi paralajmëroi protestë nëse s'merren parasysh kërkesat e veteranëve. Në ato momente kanë filluar fymjet, çomjet dhe kërcësimet ndaj meje. Kjo nuk është hera, po është që disa herë po s'kam dashur të reagoj dhe prom kemi reaguar dhe kam qitë në Facebook disa shkrime tyne që më kanë kërcënuar. Gucati njofton se së shpejti do të hap rastin në polici. Janë të njoftuar për si rasion, na sot po presim me hap rastin, kështu që ai zotnia tash ballafaqohet me drejtsinë edhe kështu do t'ja lëjë drejtësisë në dorë çdo sa do t'ja lëjë policisë dhe drejtësisë. Megjithatë, ai shprehet se pas reagimit publik, organet e rendit janë në dieni dhe se do të duhet të ndërmerrnin veprime.
po është dorë policia të pakten me orë, me pyet, edhe me më tindër më forë as policia, as përkoj shumë më thirë, kështu që unë nuk e kom dërmen fort të bëj tragjike këtë punë. Televizioni ka pyetur edhe policinë nëse kanë ndërmarrë veprime për rastin, por nuk kanë pasur përgjigje nga ta. Shkojmë tani në Qaçanik, atje ku të premte në ora 20:30 në stacionin policor janë sulmuar 2 zyrtar policor. Njëri nga ta, pasi kishte marrë fillimisht tretman mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare, është dërguar në emergjencën e Ferizajit. Është arrestuar i dyshuar i mashkull kosovar pasi që kishte sulmuar fizikisht 2 zyrtar policor në vendin e punës. Pas tretmanit mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare, njëri nga zyrtarët është dërguar në emergjencën e Ferizajit për tretman të mëtejmë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë. Mbetemi edhe mëtej në Qaçanik, por tani për një lajm të mirë, për herë të parë Kuvendi Komunal dhe Komuna e Qaçanikut kanë vendosur që të mbështesin financiarisht nënat lehona. Kështu i bashkohen në disa komunave që tani po e praktikojnë dhe nga cilat prinë Rahoveci me numrin dhe shumën e ndarë. Viti nisi me një iniciativë ndryshe nga komunat. Disa nga tu janë fokusuar për mbështetjen e një kategorie. Janë nënat lehona që do të përfitojnë mbështetje financiare deri më tani në Qaçanik, Deçan e Rahovec. Qeverisja e kësaj të fundit prinë me shumën e ndarë prej 600 eurosh, që është për 100 më e lartë se më parë. Kryetari Ismail Latifi tregon se sa gra përfituan prej këtij subvencioni. Është fat i mirë që vetëm në janar deri tash pra 4 vendime, 4 lindje që do të subvencionohen me 600 euro janë vetëm në këtë muaj. Ndërkësh në vitin 2025 ishin 58 lindje të cilat kanë ndodhur. E homologu i Latifit nga Qaçaniku, kryetari i ri Sabedin Vishi, njofton gjithashtu që në mandatin e tij të parë edhe qeverisja e tij do të japë këtë mbështetje për lehonat. Mbas të kërkesave të këtyre personave, ne kemi vënë programin 4 vjeçar, po gjithë përbuti me buxhetin. Ne prej atyre premtimeve që ka qenë mbështetja e nënave lehore për lindje, domethënë 200 euro. Nga 300 euro në vit për nënat që lindin do t'i ndaj edhe Deçani. Çdo nën që lind një fëmijë ka me pas një përfitim nga kategoria subvencioneve prej 300 euro. Ndoshta nuk është shumë komedit e madhe, mirë po është një simbolik që tregon që kryetari dhe komuna e Deçanit janë ofër qytetarëve të Deçanit edhe sadopak që gjenden në periudhën e parë të lindjes edhe për nonat një pjesë simbolike e mjeteve. Megjithatë, nga organizatat që përfaqësojnë gratë nuk janë edhe shumë të kënaqura me këtë lloj ndihme e madje kanë edhe kritika. Kosova është vendi vetëm në rajon po edhe më gjerë që nuk ka një fond të sigurimeve sociale ku pagesat për lehona, pagesat për smundjet profesionale, humbjen e vendit punës, shtesat e fëmijëve do të mund të kompenzoheshin përmes këtij fondi. Shtesa e mbështetje financiare për nënat lehona ka ndarë edhe qeveria e nivelit qendror. Jo shumë ditë larg nga kjo e sotmja, një pjesë e madhe e komunave të Kosovës u përballën edhe me vërshimet për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut. Ndër më të prekurat ishte komuna e Lipjanit, në cilin vend në nënkalimin ndërtuar viteve të fundit për disa ditë u bë i paqarkullueshëm. Disa ekspert të ndërtimit thonë se ai u ndërtua në formë të keqe. Shiu disa ditore e bëri jo funksional e të paqarkullueshëm për veturat. Por me të pushuar rreshjet e dendura të shiut, nënkalimin në Lipjan u rikthyen në normalitet dhe tashmë automjetët lëvizin si rëndom. Megjithatë, qytetarët janë të pakënaqur për gjendjen që përjetuan dhe përgjegjësi e zgjidhje kërkojnë nga komuna. Vete ka marru. Ajo duhet me ditë që këtu në bire mushet ujë. Që ka me bu? S'kem që bujmë. Po duhet për rrugullu, s'ka qarë pa rrugullu. E të 4 metra fetu e ujë këtë delë për tokë. Ka me që këtë. Ky projekt i përuruar në fund të vitit 2024 e me kosto mbi 7 milion euro, nga opozita komunale po cilësohet i realizuar shkeleshko. Po ne kemi diskutuar se sera kemi reaguar për këtë çështje, ky është një projekt i dështuar, është i keq menaxhuar dhe janë keq përdorur parat publike, parat të qytetarëve të Lipjanit.
Nga opozitorët e Lipjanit madje po thuhet se nënkalimi ishte më i nevojshëm në një pjesë tjetër të qytetit. Ka pas mundësi mu evitu kry nënkalim, nevoj ka pas Lipjani për nënkalim të rruga atje ku është gjysa qytetit e ndarë dhe kemi probleme me trenin ku qarkullon dhe kemi diskutuar dhe kemi reaguar, kemi kundërshtu, po arroganca e këtij pushtetit domthonë nuk e ka pyeta s'ka. Ndërkaq, qeverisja komunale në një përgjigje të saj për televizionin nuk u mor decisivisht me çështjen e nënkalimit, por thanë se krejt komuna është stabilizuar pas vërshimeve. Situata me vërshimet tani është stabilizuar dhe konsiderohet e kaluar. Deri me datën 19 janar, Komisioni për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore do të vazhdojë pranimin e kërkesave nga qytetarët që kanë pësuar dëme. Lipjani mbetet një nga qytetet e prekura nga rreshtet e fundit të shiut, të cilat të lashë shkaktuan në mbi 20 komuna. Vërshimet prekën edhe kryeqytetin, por Prishtina ka edhe një hall tjetër të madh që është bërllogu, madje në disa lagje banorët thonë se ka me muaj të tërë që ai nuk po grumbullohet. Nga ana tjetër përgjegjësve nuk po bëhet shumë vonë. Bërlogun e ka në derë të shtëpisë. E porta e Ahmedin Kërcollit ka këtë pamje prej 3 javësh. A i kishte vendosur për t'i larguar kompania përkatëse, mirë po ende rrin aty. 61 vjeçari, banori i rrugës Sarajeva në Prishtinë, shprehet se tashme po i friksohet ndonjë sëmundjeje ngjitse. Betorina vallahi janë para vitit 3, ka marrë vitit 3, nuk kanë arë me marë, hala. Aja po të bohët, po asir, kjo është mujë në gjithë. Një pamje të tillë mund të shohësh në çdo cep të rrugës. Mes kërkesës për largimin e mbeturinave, Çamili Bilalli ka një shqetësim tjetër. Ajo thotë se tashme po kanë fatura më të shtrenjta në fund të muajit. Rregullt jena kur unë shkoj kështu parani paguaj edhe 37 euro na kanë qitë aty ekstra këtyne. E një qytetar tjetër kërkon zgjidhje sa më parë. Jemi ankuar çdo ditë i thirrmi, po them këto gjona është të merr. Kilometra më tej, kjo problematik është ekzistente edhe në rrugën Fanolje. Kjo pjesë e kryeqytetit ka pothuajse të njëjtën situatë. Fadel Ahmeti, njëri nga banorët këtu, po detyrohet t'i largojë vet ato. Ai me vet iniciativë po largon mbeturinat të shtëpisë me makinën e tij. Që 3 javë, duken mos më shumë, që nuk kanë qenë që me marë, edhe shumica detyrohem që jemi me kerë, mi marë thasë e mi shtinë kerë, edhe ku të mujna mi qu, mi hjekë, se së mpëlleti për dhogin më në oborit, e në shpe para dere. Kurse Ismet Berisha potencon se gjatë 25 viteve të fundit s'ka pasur gjendje me të rënduar me bërllog se në 6 muaj të fundit. Kur gjendja me keqe se 6 muaj të fundit s'ka qenë për mbeturina në këtë lagje. Zgjidhja e problemit po kërkohet edhe nga qytetarët të kësaj zone. Është problematik shumë e madhe, edhe po na rrezikon shëndetin publik. Për të gjitha këto, përgjegjësit përgjegjësi nuk dhanë. Televizioni ka provuar të kontaktoj me kompaninë rajonale të mirëmbajtjes pastrimi, por s'ishin të qasshëm. Ndërkohë nga komuna e Prishtinës thonë se po bëjnë një plan operativ për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Shumë shpejt jemi të kriju një plan operativ për zgjidhje afatgjatë të problemit. Në planin afatshkurt jemi të punu, kemi ndihmuar ndërmarrjen në javët paraprake. Broha u shpreh optimist se gjendjen aktuale do ta sanojnë shpejt. Mirë po për zgjidhje të përgjithshme duhet të bëjnë ndryshime rrjedhësore. Besoj që shumë shpejt e stabilizojmë, sanojmë për momentin gjendjen, po për afatgjatë na duhet me bën ndryshime rrjedhësore strukturore. Ky problem është prej kohësh në shumë lagje të kryeqytetit. Dhe me këtë lajm po mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të shtunit, duke ju kujtuar që gjithmonë keni Gazetën Ekspres për të informuar, ndërkaq vetëm pas pak Dritan Dragusha me edicionin më të ri të emisionit Prizma ju pret këtu në televizionin 7. Faleminderit që na ndoqët për të informuar, mirëmbëjtje.